Segmenti i parë i kësaj analize sjell nga pamfleti për publikun shqiptar, bazohet në një material të publikuar në platformën Patreon, pjesë e rrjetit të komunikimit që përdor Sibel Edmonds, ish përkthyese e FBI-s dhe sinjalizuese e njohur e sigurisë kombëtare amerikane, për të ndarë informacione dhe interpretime që sipas saj nuk kanë gjetur hapësirë në median tradicionale. Në këtë rrëfim, vëmendja largohet nga territoret e mbyllura dhe zhvendoset tek mekanizmat që e bëjnë të mundur funksionimin afatgjatë të krimit të organizuar global, jo përmes dhunës së drejt për drejt, por përmes teknologjisë, bankave dhe bizneseve që duken krejtësisht të zakonshme. Termi që Sibel Edmonds përdor është teknologji mashtruese, një koncept që nuk ka të bëjë me mashtrime të thjeshta online, por me përdorimin e sistemeve të avancuara digjitale për të fshirë, zhvendosur ose neutralizuar të dhëna komprometuese nga interneti, arkivat digjitale dhe bazat e të dhënave që përdoren nga bankat, institucionet financiare dhe autoritetet rregullatore. Sipas rrëfimit, kjo teknologji u lejon individëve të lidhur me krimin e organizuar të rindërtojnë një identitet të pastër që kalon filtrat bankar dhe juridik, pavarësisht historisë së tyre kriminale. Sipas Edmonds, këto shërbime janë përdorur nga individë të lidhur me kartelet e drogës në Kolumbi, Ekuador dhe Brazil, jo për të fshehur përgjithmonë, por për të rikthyer në sistem. Kur një figurë kriminale humbet aksesin bankar, ajo nuk është më e dobishme për rrjetin, paratë duhet të hyjnë sërish në banka, të investohen, të lëvizin lirshëm dhe të duken të ligjshme. Edmonds thotë se burimet e lidhura me FBI-n kanë sinjalizuar për vite me radhë rolin e disa kompanive teknologjike izraelite në këtë proces. Këto kompani, të cilat publikisht ofrojnë shërbime sigurie kibernetike, menaxhim reputacioni dhe mbrojtje të dhënave, dyshohet se kanë ndihmuar figura të lidhura me kartelat kolumbiane të drogës të zhdukin gjurmët komprometuese nga hapësira online. Artikull, regjistra, lidhje arkivore dhe sinjale rreziku zhvendosen ose bëhen të paarritshme, duke krijuar kushtet që këta individ të rihyjnë në sistemin bankar ndërkombëtar si klient të pranueshëm. Sipas Edmonds, pastrimi i parave nuk nis në bank, por shumë herët në momentin kur një emër ndalon se ekzistuari si rrezik digital, vetëm pasi identiteti është normalizuar, hyn në lojë sistemi financiar. Në këtë pikë të rrëfimit shfaqet Oak North Bank, një bank britanike e krijuar për të financuar biznese të mesme dhe projekte zhvillimi. Edmonds nuk e përshkruan bankën si institucion kriminal, por si një nyje funksionale brenda një arkitekture më të gjerë financiare, ku kapitali me origjinë të dyshimt gjen rrugë për të integruar përmes kredive, investimeve dhe strukturave të ligjshme financimi. Emri i Oak North lidhet publikisht me investitor të afërt me Jared Kushner, dhëndrin e ish-presidentit amerikan Donald Trump, një lidhje që sipas rrëfimit i e bankës një mburoj politike dhe reputacionale. Rrëfimi e krahason këtë model, jo rastësisht, me një nga skandalet më të mëdha bankare të shekullit të 20, Bank of Credit and Commerce International, e njohur si BCCI. Për publikun e sotëm, BCCI është pothuajse e panjohur, por në vitet 80 ajo ishte një bank globale me deg në mbi 70 vende. Pas mbylljes së saj në vitin 91, hetimet zbuluan se banka ishte përdorur sistematikisht për pastrim parash nga kartela droge, trafik armësh, shërbime sekrete dhe regjime autoritare. BCCI nuk ishte thjesht një bank që shkelte rregullat, por një strukturë ndërtuar që në fillim për të shmangur kontrollin dhe për qarkulluar para të paligjshme përmes kanaleve të ligjshme. Pra, modeli strukturor i bankave që operojnë në zonat gri, me transparencë të kufizuar dhe mbështetje politike, vazhdon të ekzistojë edhe sot në forma më të sofistikuara dhe më pak të ekspozuara. Rrëfimi më pas zhvendoset nga bankat e bizneset e përditshme, aty ku para duhet të qarkullojnë pa ngritur dyshime. Një nga shembujt më të fortë që Edmonds përmend janë investimet masive në ekskluzivitetet të ushqimit të shpejtë, konkretisht në rrjetin Popeyes në Brazil. Sipas rrëfimit, investime që arrin vlera rreth $250 milion nuk justifikohen nga fitimet e zakonshme të një biznesi fast foodi. Qëllimi real, sipas Edmonds, nuk është shitja e pulës së skuqur, por ndërtimi një infrastrukture logjistike dhe financiare që gjenerojnë qarkullim të madh parash, faturime të vazhdueshme dhe justifikime të ligjshme për flukse të mëdha kapitali. Brazili përshkruhet si terren ideal për këtë model, për shkak të rolit të tij në tranzitin e kokainës nga Kolumbia dhe Ekuadori. Paratë që burojnë nga trafiku i drogës përzihen me të ardhurat e deklaruara të bizneseve të ligjshme, krijojnë bilance të pastra dhe transferohen më tej në sistemin bankar ndërkombëtar. Këtë zinxhir përmendet edhe mafia shqiptare, e cila sipas rrëfimit ka luajtur rol kyç në transportin e drogës drejt Evropës, duke shfrytzuar rrjete të konsoliduara logjistike dhe lidhje të qëndrueshme në porte dhe korridore tregtare. Edmonds nuk e paraqet këtë si një teori filmash apo si fabul kriminale,
por si një bashkëtesë të heshtur mes biznesit të ligshëm dhe krimit të organizuar, marka të njohura ndërkombëtare përdoren si mbulesë për operacione që nëse shiheshin të izoluara, do të kishin krejt normale. Pikërisht ky normalitet i rrem e bën sistemin të qëndrueshëm dhe të vështirë për të goditur. Ky segment shërben si bazë për të kuptuar se përpara se parat të shfaqen në projekte të mëdha, investime strategjike apo territori të izoluara, ato kalojnë përmes një zinxhiri të gjatë teknologjik, financiar dhe tregtar, të ndërtuar për të fshehur origjinën dhe për të krijuar legjitimitet. Rrëfimet e tjera të Sibel Edmonds, që do të publikohen pjesë-pjesë, e zbresin këtë arkitektur nga niveli abstrakt në terren konkret, duke e lidhur me ishullin e Sazanit, me interesat e Jared Kushner dhe me mënyrën se si rrjetet të krimit të organizuar ndërkombëtar kërkojnë territorie të mbyllura, juridikisht të dobta dhe politikisht të menaxhueshme për të zhndërruar kapitalin e palikshëm në zhvillim të pranueshëm publikisht. Vion. Shënim. Ky artikull bazohet në një video rrëfim të regjistruar dhe të publikuar nga Sibel Edmonds në platformën Patreon. Pamfleti e disponon të plot të material dhe po e trajton atë në mënyrë analitike dhe të atribuar, duke ndarë për publikun shqiptar pjesë të përzgjedhura të rrëfimit që lidhen me tema me interes publik.